Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar se ishte prej një telefonate me video nga dy humoristë rusë, të cilët janë Vladimir Kuznetsov dhe Aleksej Stolyarov, të njohur si Vovan dhe Lexus. Ata kanë publikuar në platformën e Rumble një video të bisedës me kryeministrin Albin Kurti, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë, Edgar Rinkevic. Sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës, ky incident ka ndodhur më 11 shkurt, 2 ditë pas zgjedhjeve në Kosovë. Ai e arsyettoi rënien e kryeministrit prej mashtrimit, duke thënë se gjatë asaj kohe Kurti po merrte telefonata të shumta urimi pasi partia e tij lëvizja vetë vendosje doli e para në zgjedhje me rreth 42% të votave. Ky incident ngjalli reagime të shumta. Zyra e kryeministrit mori kritika për pakujdesim, derisa u tha se rastet e tilla mund të cënojnë sigurinë kombëtare. Duke e komentuar këtë rast, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dr. Enver Bytyçi ka rikujtuar se kryeministri Kurti nuk është viktima e parë e dy humoristëve rusë. Albin Kurti nuk është viktima e parë e trikut të dy humoristëve rusë, të cilët duket qartë se janë në një rol provokimi në vende kundër të cilave Rusia zhvillon një luftë hibride. Ata kanë provokuar përmes thirrjeve si kjo edhe shumë lider e figura të tjera europiane, si për shembull presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin polak Andrzej Duda, si ish-kryeministrin britanik Boris Johnson, ish-kryeministrat e Malit të Zi Dushko Markovic dhe Milo Đukanović, ish-kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe figura të njohura si Elton John dhe princin Harry, ka thënë ai. Për profesorin, thirrja që humoristat e Shërbimit Sekret të Rusisë kanë bërë kryeministrit të Kosovës në emër të presidentit të Letonisë nuk drejtohet kundër Albin Kurtit, por është një akt kundër Kosovës. Kjo thirrje është vetëm një nga format e luftës hibride që Kremlini zhvillon kundër Kosovës dhe shumë vende të tjera në rajonin tonë, përveç Serbisë dhe Republikës Srpska. Pse këta humorist nuk luajtën për shembull me Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin apo Milorad Dodik? Pse ata luajtën kartën e humorit me qëllim diskreditimi me kryeministrat malazez Milo Đukanović dhe Dushko Marković, dhe nuk e kanë bërë këtë për shembull me Abazovicin, po e përmendit Tritanin se e njohim më mirë. Pse nuk provokuan Edi Ramën, po Albin Kurtin, pyet ai. Andaj sipas tij në politikë dhe për politikën asgjë nuk është e rastësishme. Dhe që thirrja e rusëve të jetë politike me qëllime diversioni dhe agresioni si pjesë e luftës hibride, kjo nuk mund të jetë dyshim. Kujtoi thirrjen që ata i bën Zoran Zaevit. Ishte aso kohë një përpjekje për ta diskredituar kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, sepse ai pranoi marrëveshjen e Prespës, të cilën më parë kishte bllokuar me format e saj Rusia. Edhe vendet që ishin target i provokacionit të humoristëve rusë janë vende ku Rusia ka ndikim të pjesshëm. Nuk janë vende pro-ruse në tërësinë e tyre, por vende që kanë një përqindje të popullsisë me vokacion pro-rus. Në të tilla vende provokacioni shkon më me sukses. Shihni këto vende. Mali i Zi, kur drejtohej nga koalicioni pro-Euro-Atlantik, Maqedonia e Veriut, kur u rrëzuai një qeveri pro-serber dhe ruse, Kosova, ku serbët e këtij vendi kanë mbajtur deri vonë portretet e Vladimir Putin në vende publike, shprehet Bytyçi. Por sipas tij edhe Franca, ku ka një të djathtë ekstreme pro-ruse me ndikim shumë të madh. Qoftë dhe nga kjo pikpamje është lehtësisht e dallueshme që humoristët rusë që provokojnë lider të ndryshëm të vendeve në fjalë janë provokator dhe pjesë përbërëse arrjetit rus të luftës hibride në Europën juglindore. Ndërkohë dita kur është provokuar Albin Kurti ka qenë një ditë e përzgjedhur me kujdes. Vetëm 24 orë ose diçka më tepër pas votimeve të 9 shkurtit. Duhet menduar, a mos kishte një projekt të destabilizimi në Kosovë? Mos ndoshta provokatorët rusë prisnin që Kurti të fliste në ato mënyrë që ata të përdornin intervistën e tij për destabilizim, po të nxon ai. Në fund profesori thotë se këto janë shumë indicie që na çojnë në faktin se Kremlini vazhdonte të vazhdojë luftën hibride kundër shtetit të Kosovës, derisa të marrë benefitet e tij nga sponsorët e këtij shteti, pra nga Perëndimi, por edhe më pas. Sa kohë që serbët e Kosovës, sidomos ata në veri, nuk do të jenë integruar në institucionet e Kosovës dhe nuk do ta njohin zyrtarisht dhe politikisht shtetësinë e saj, aq kohë rusët do të besojnë se e kanë thuajse të garantuar suksesin e tyre të provokimeve kundër shtetit më të ri në Evropë. Mos harrojmë se Kremlini shfrytëzon Kosovën edhe për të shantazhuar Evropën dhe Bashkimin Evropian, ka përfunduar ai.